Detaj nga plagosja në Tiranë, 15 vjeçari u qellua me plumë në qafë nga kolegu, punonin të dy në piceri. Detajet e reja zbardhen nga plagosja e 15 vjeçarit pas konfliktit në një piceri në zonën e Alidemit në Tiranë. Rreth orës 17:10, pasdites së sotme, një i mitur 15 vjeç është paraqitur në spital për ndihmë mjekësore pasi është plagosur me armë zjarri brenda një picerie në zonën Alidemi. Policia dyshon se ngjarja mund të ketë ndodhur si pasojë e një shkrepje të pavullnetshme gjatë një momenti brenda picerisë. Sipas të dhënave, dëshmitarët nuk kanë konstatuar ndonjë konflikt mes të riut dhe autorit dyshuar. Sipas të dhënave paraprake, i mituri është plagosur në qafë, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe në gjendje të qëndrueshme në spital. Nga vendngjarja thonë se të dy personat e përfshirë janë koleg pune, pasi punonin në një piceri si kamarier, ndërsa ka dyshime se ka qenë aksidentale. I mituri e ka plagën në qafë, por nuk i rrezikon jetën siç bën me dije stafi mjekësor. Konflikti brenda picerisë në Tiranë qellohet me armë 15 vjeçari. Një 15 vjeçar u plagos me armë zjarri pas një konflikti në një piceri në Tiranë. Policia informoi se i riu ka mbetur i plagosur në spital për ndihmë mjekësore, ndërsa dyshohet se shkak i ngjarjes kanë qenë konflikte për motive të dobta. Tiranë, informacion paraprak. Rreth orës 17:10 është paraqitur për ndihmë mjekësore në spital një shtetas i mitur 15 vjeç, pasi dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta në një piceri tek Alidemi është plagosur me armë zjarri. Aktualisht 15 vjeçari ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë së bashku me grupin hetimor kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur identifikimin e autorit dyshuar, i cili për arsye se hetimi i vijon nuk bëhet i ditur identiteti i tij. Vijon puna për dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.